Pas takimit të zhvilluar me qytetarët e bllokut banesave pranë stadiumit Loro Boriçi, kandidatja e mazhorancës për Bashkinë e Shkodrës zonja Keti Bashdari e shoqëruar nga stafi i saj realizuar një vëzhgim punimeve që po realizohen për ndërtimin e stadiumit të ri bazuar edhe në faktin se mjediset e këtij stadiumi do të shërbejnë për fillesën e zbatimit të programit kandidatës për sportin. Inxhinieri zbatuesi këtyre punimeve në komunikim me kandidatën theksoi se po punohet me 3 turne, ndërkohë që fillimisht janë punësuar 50 persona nga Shkodra për të zbatuar projektin. Ishim një event afër stadiumit dhe përfituam për rastit në ardhmë pa punimet si po ecim. Ne po punojmë ditë natë këtu për ta realizuar këtë gjë. Objektivin, Po, patjetër është e padiskutueshme që do bëhet. Është padiskutueshme. Nuk kam çfarë të them tjetër. Punohet me 3 turne. Kemi arritur 3 turne, po. Kemi arritur 3 turne. Ndërsa arbitri ndërkombëtar i ndeshjeve të futbollit u shpreh. Edhe këtë po e ndërton Partia Socialiste në Shkodër me shumë prioritete edhe me shumë cilësi. Stadiumi i Shkodrës është një vlerë e madhe edhe merita është e aty në që ndërtojnë. Pa çka se mundësit kanë kënë më ndërtu dhe ma herët, ata që nuk e ndërtojnë, ta shofi se që bëjnë punë të mira. Unë uroj që këtë stadium të ndërtohet sa më parë, të zhvillohen ndeshje të bukura ndërkombëtare. Kandidatja Bashdari investimin prej 13 milion euro për stadiumin e konsideron vetëm fillim të investimeve që do të realizohen me mbështetjen e qeverisë. Kjo është vetëm fillesa e investimeve në Shkodër. Ky stadium do jetë i gatshëm për ndeshjen me Serbinë dhe po realizohet në kohë rekord. Kjo tregon vullnetin dhe vendosmërinë që ka qeveria shqiptare për të bërë investime në Shkodër. Sipas kandidates Bashdari, në Shkodër brenda 4 viteve do të realizohet punësa për 24 vitet e shkuara duke investuar mbi 100 milion euro.